أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të Madhrishëm, Krijuesit të gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona ja përcjell me mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhelle xhelal. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhrishëm do ta përmbyllim njënën prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat porosinë I përcjelli njëri prej shokëve të tij. Në këtë hadith u përmenden 4 këshilla të vlefshme, porosi të vlefshme, siç na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre tha: përshëndetuni me selam mes veti, përhapni paqen mes veti. E dyta tha: ndihmoni të varfërve, zgjatni dorën njëri tjetrit. E treta tha: mbani lidhjet farefisnore që folëm në dersën e kaluar. Dhe porosia e fundit në këtë hadith na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: falni namaz natës, kur njerëzit flejnë do të hyni në xhenet të qetë. E sot me lejen e Zotit të Madhrishëm do t'i themi 2-3 fjalë të kjo porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, nuk ka njeri në këtë botë që na I don të mirën më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që I përcjell fjalët e pejgamberit, I respekton dhe I zbaton në jetën e kësaj bote, ajo është të ecë në rrugën e sigurt për në botën e përjetshme. Sepse çdo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është këshill e cila është në dobi të njerëzve dhe bën njeriu të ndihet I sigurt, I qetë dhe të rrugton për një botë të përjetshme pa ngarkesa të jetës së kësaj bote. Pra nuk është askush më I saktë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këshill. Dhe shifni sa bukur me një fjalë të shkurtër, me një rresht I përmbyll 4 çështje shumë të rëndësishme. E para fillon me përshëndetjen, sepse përshëndetja t'jep me kuptu me çfarë personi ki fjalë, me çfarë personi ka të bëjë njeri. Përshëndetja e mirë, fjala mirë. E dyta, tha bëhuni ndihmtar, sepse në jetën e kësaj bote për me dëshmu që je I mirë, do të më ta pa hajrin dikush. Do të me dëshmu me diçka që ti njëri mirë. Dhe njëri I suksesshëm është ai cili është afër shoqërisë. Dhe e treta tha mbani lidhjet farefisnore në kohën më të vështirë të mundshme, sepse ndoshta do të vinë kohra më të vështira se kjo. Saqë ka thonë pejgamberi alayhis salam, do të vinë kohra të vështira që fëmia s'ka më njoh nënën e vet. Mi pas thonë ai kuj që ky hadith është thonë para 1400 vite se kishte besu. Para 1400 vite në ka thonë pejgamberi sa do të vjen një kohë që fëmia s'ka më njoh nënën e vet, që s'ka më të afër se nana. E mos flasni për antar të jetë familjes. Edhe sot gradualisht një pjesë të kësaj po e përjetojmë, po një Zot e di çka ndodh të ardhmen. E kjo është temë në vete që në herë do të flasmi për të çështje. Dhe kjo porosia fundit tha pejgamberi sa falni namaz natës. Vëllezër të dashur, do të vjen dita do të flasmi për namazin gjatë. Po sot vetëm shkurtimisht për një pjesë
të vlerës së këtij namazi. Namazi është emanet shumë i madh vëllezër. Është përgjegjësi shumë e madhe. Dhe kjo është një kartë që s'ban me lujt me ta. Kush luan me kartë e namazit, e ka dekapitulu fatën e vetë. E ka rreziku rrugën për në xhennet. Edhe ka vështërsu vetët begi shumë situatën u siratit. Për namazi është emanet shumë i madh. 82 herë në Kur'an Allahu drejt për drejtit ka thonë wa qimus salat, falë namazin. Që ka dosh me të tregu se sa ka rëndësi namazi. Na nuk për diskutojmë 5 kohët namazit. Se këtu asë që do të me diskutu besimtari. Momentin kur ai ka ba 7-8 vjet e deri 9 vjet maksimumi, besimtari do të me di që 5 kohë namaz janë obligimi më i madh që Allah ja ka caktuar. Edhe ai e mëson një herë për gjithmonë fëmini, edhe e kryen këtë emanet. Edhe s'diskuton për këtë çështje. Pavarësisht çfarë pune ka, çfarë detyre ka, i ndan kohë për Zotin e Madhreshëm. Po jashtë atë në 5 kohëve të namazit, që do të flasmi, është një namaz që e preferon Zoti i Madhreshëm. E don Zoti i Madhreshëm. Ajo është namazi i natës, që falet natën. Falet në pjesën e tretë të natës. E pejgamberi sa po na thot, "Wa sallu bil leili", dhe falun natën, "wa nasu niyam", ku njerëzit kanë rënë në gjumë të thellë. "Tadkhulul jannata bis salam", pastaj do të hysh në xhennet paqësor. Pse? Keni pa nata ku mbulon gjithçka. Edhe njerëzit e gjallë i përngjajnë të vdekurve. Sepse shukën dritat, bjen një qetësi e madhe, s'ka gjallëri, sepse edhe gjumi është një pjesë e vdekjes. Edhe njerëzit e gjallë i përngjajnë të vdekurve, flejnë, qetësi absolute, e pejgamberi sa po thot, e qutin qatë kohë, edhe mush me i falë, me marrë avdes dhe me i falë 2 rekate për Zotin e Madhreshëm. Të 2 rekate që i falë njeriu në errësirë të natës është lidhja direkte mes tij dhe Zotit Madhreshëm. Është ajo dëshmia që ky e dëshmon se me të vërtetë është e don Zotin e Madhreshëm dhe ju mbështetet Zotit të Madhreshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Ebu Umame al-Bahili, thot falni namaz të natës, sepse namazi natës është dëshmi dhe argument i njerëzve të sinqert dhe është afërsi me Zotin e Madhreshëm dhe është shlyes i mëkateve të ditës. Pra namazi natës vëllezër është një lloj dëshmie që tregon për karakterin dhe lidhjen e fortë që ka njeri me Zotin e Madhreshëm. Hajde këto 5 kohë namaz i kemi obligim, ne kush thot i kam obligim, edhe pa dyshim se po. Edhe mësoni vëllezër më spari vetën, ta mësojmë edhe familjen dhe fëmijët e juve. Por cilënjave manetin se namazi është obligim i madh. Çka do që ti ke dhënë fëmijës këtë dunja, nëse s'ja ke mësu namazin, s'ja ke bën shprehi namazin, ke me dhënë përgjegjësi madhe para Zotit të Madhreshëm. Sepse namazi është çështje që nuk diskutohet. Nuk ka prioritet më të madh për gjallin se sa namazi. Dhe 5 kohë namazin obligim. Po që ky namazi që po flasmi natën, kjo është namaz vullnetar. Kjo namazi aty që me të vërtet dojnë mu afru të Zotit Madhreshëm me hapa të shpejt. Kjo është dëshmi e njerëzve që me të vërtet e dojnë Zotin e Madhreshëm, ja kanë frikë Zotit Madhreshëm dhe kanë një farë brenge për ditën kur dalmi para Allahut xhallahu ala
e qysh po na peshojnë veprat nesër në ahiret. A mund pja dalmi nesër ku peshorjat na vjen, edhe dalin veprat e tona në peshore, a thua do t'ja dalmi apo jo? Sepse Allah na tha në Kur'an, e kujt i peshojnë veprat e mira ka shpëtu, e kujt i peshojnë veprat e këqija ka dështu me gjithçka. E njerëzit e mëdhaj, njerëzit që kanë frikë Zotit Madhërisëm, ata që të pjesën e natës e kanë begi si shprehi, mu qu dhe me i fal 2 recate namaz të natës. Vëllezër, kjo jetë është e rëndë. Shpesh herë e japim maksimumin për diçka, por s'u arrim qëllimet. Mbështetja vetme për ta tejkalu sfidën e kësaj bote është kontakti me Zotin e Madhërisëm, sejdja në errësirë të natës. Sejdja në errësirë të natës. Begi prish plane e kurtha të ndryshme. Sepse i mbështetesh Rabbul Aleminit, Allahut Gjelle Wala. I mbështetesh Rabbul Aleminit, Allahut Gjelle Wala. Edhe duaja në këtë pjesë të natës është begi e fuqishme. Prish, shkatron kurtha të hatashme. Rëzon edhe fuqit mëdha rëzon. Sepse ai që lidh me Zotin e Madhërisëm s'ka forcë për balë Allahut Gjelle Wala. E namazi është forcë e mbrëmshme. Është transmetuar të dashur vëllezër se në rrethana më të vështira të mundshme në kohë të luftës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte se e nesërme betejë është shumë e ashpër dhe numri mes ushtarëve të pejgamberit dhe ushtarëve kundërshtar me 10 herë më i madh. Transmetojnë shokët e pejgamberit, thot në pjesën e 3 të natës, thot e kemi parë Resulullahin kishte ra në sejdë dhe mbetin sejdë begi gjatë. Tha që menduam se gati ka ndru jetë në sejdë. E pas të iran të jadë dhe edha selam dhe ja Rasulullah, shumë nejtë në sejdë, në këtë pjesë të natës, dërët. Tha, kërkova ndimin e Zotit të Madhërisëm, e në këtë natë kush i ka ra Allahut në prehen Allahut se këthem prapë. Tha me lejnë Allahut e zëvëgjen nese fitore është në dorën tonë. Pra mos troket në dyrt njerëzve vëllezër. Provo e kartën e Zotit Madhërisëm. Dhe këshire se sa i fuqishëm Allahu Gjelle Wala, kur ai e lexon në zemrën tonë sinqeritetin. Kanë me humbë shumë ata të cilët nuk e kanë shiju ëmbëlsirën e këtij namazi në pjesë të mëdhanë të tretë të natës. Vëllezër, Allahu Gjelle Wala kur ka folë për ata që i ka shpërbly në ahiret me xhennet, i shpërblen, ja ka përmend edhe këtë fakt. Ka thonë, janë shpërbly me xhennet sepse kanu min al-lejli ma yaj'un. Thot kanë qenë natën, kanë fjet pak, e shumë kanë nejtë në sejdë. Dhe u kodha si fyrit, o bil eshari, hum yastaghfirun, e kur u thirë zani sabajt si fyr, thot ata e kanë dhënë selam, e kanë kry namazin dhe e kanë kërku falje Allahu Gjelle Wala për gabimet e mundshme të jetës së kësaj bote. Për namazin natës ka shumë fuqi të madhe. Dhe po ja tham një shembull vëllezër, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bjen rob në duart të persianëve. Edhe ato e lidhin, e kanë ditë që është shok i pejgamberit alayhis salam dhe e kanë maltretuar shumë, edhe pse pejgamberi kishte vdekur, si ishte gjallë më. Transmetohet në për libra, shpjegohet në për libra, ky person, ky sahabi e ka pas nanën gjallë. Dhe nëna vet e ka pas shprehi me fal namazin e natës në pjesën e tretë të kohës të natës. Dhe këta në Persi e lidhin me zinxhir të asaj kohe. Mirë po,
o kalla sabajt në pjesën e tretë të natës, zinxhir të këputën, pa i prek dora njerit. Edhe ato roja çuditën, thash kush pja këputë të ti në zinxhirt? Edhe bëhet temë diskutabile kjo atje. Derisa i thonë njanit prej udhëhecëve të asaj kohe të persianëve, thotë çka mund me ndodh me këtë person? Kush pja këputë zinxhirt tina? Thotë au kanë ky shoki i pejgamberit Muhammed? Thotë po. Thotë pyete e ka nanën gjallë? Dhe e pyesin, thotë po, nanën kam gjallë. Gjallë e kam lanë. Thot nana, çfarë tabiati ka nana? Thot nana në pjesën e tretë të natës, pesje më i menun. Dhe pesje ka fol pejgamberi për namaz natës, aja kurse le namazin e natës. E i thot ky ka të lidhni, sepse ajo atje në Mekë në pjesë të tretë të natës bën dua te Zoti Madhreshëm dhe fuqia e Zotit Madhreshëm po na servohet para syve me kuptuese kur kush në ndërpren ata që Allahu xhallahu ala ja purdhën. Pra shumë vëllezër të dashur, për shumë çështje të bote, ne duhet me përdor kartën e besimit. Sepse po jetojmë në një kohë të vështirë. Kemi të lashën, ndoshta me familje, me fëmijë, me risk, me sprova ku e di çka. Që kthejmë terapisë të Zotit Madhreshëm. Natën të falmi namaz dhe të lutemi për njëri tjetrin. Dhe e shef se si ndryshon situata me lejen e Allahut xhallahu ala. Sepse shpirti ka një perandori që e ka një pushtet të veçantë. E diagnozën e këtij shpirti e di vetëm Allahu xhallahu ala. E një prej burime, prej rrugëve që të deporton në shtresat të shpirtit është namazi, që s'ka asë një vepër tjetër që mund me i ba rival namazit. Vëllezër, nuk e di a do të kena kohë, a do të kemi ymër me përjetu kur të banë spitalet në të ardhmen edhe të shkruajnë se këtu kena mi shëru njerëz me namaz. A e sheti shkem të thonë, shkem të furën e sot. Më në ndëgjune e kush jashtë të hoxha të pa andra me syqel. A mon jam të di shkem të thonë. Ko me arë koha që njerëzit, shkenca, ko me thonë shërimi vetëm. Por brengat e jetës është namazi dhe eja një të shtime njerëzit me të bojnë terapi pesë ditë. Qysh bojnë eksperimente në universitetet më të mira të botës shkencore me agjërimin. E dini vëllezër që agjërimi është tash terapi mjekësore. Kur kanë folë xhollarët merret për agjërimin, do komunistat atje pe qyshit derës janë tallë. E tash vjen kupolla e dijes, shkenca dhe thot njerëzve i vetmi agjërimi që i riparon të gjitha qelizat në trupin e njerit. Edhe i shërojnë në spital njerëzit të i dhonë vetëm mëngjes, buk edhe mramje. E do të vjen një kohë që këto fjalë që po i them do të dëgjojmë se do të bëhet terapi namazi për ta shëru shpirtin prej smundjeve të kësaj bote, të çrregullimeve të shumta që vinë si pasojë e egos dhe e dinamikës së përshpejtuar të jetës. Edhe bëhet namazi terapi. Për këtë arsye pejgamberi sa mi thoshte Bilalit, "Rihna bis-salat", qetësona o Bilal me namaz. Ti rezonit atë që të falmi namaz dhe të qetësohemi, sepse vetëm në sejdë, po thonë shkencëtarët, kur të bjen njeriu në sejdë, vetëm që atëherë hyn në funksion krejt qelizat që i ka njeri në trup. Sa me ndoni që rasisht është ky namaz kështu ma? Me nejnë kam, mi qu durt, mu lidh pak, me ranë ruku, pasaj mu qu. A me ndoni që kështë dit njeri me banket terapia?
Po Allahu e ka mësu njeriu. Pra namazi është fuqi e fortë vëllezër. E duaja në sejdë nuk ka arma të fuqishme për secilin për nesh. Mos thu jam blloku, s'kam ka jamaj, sepse Rabbul Alamin është i madh. Veç me ravdes deri në sejdë ka ja hallin Allahu xhelle wala, edhe mos ke frikë nëse këtë pota kundër teje, sepse fuqia e shpirtit është më e fortë se çdo fuqi tjetër. Tu be përfundoj për shakos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.